smundja, fukarallëku, vdekja, sprova, këto janë që e pastrojnë muslimonin ose ja ngrenë deregje. Tek e fundit, Allahu Dhul Gjelal e sprovon dhe një musliman. E di çka është sprova? Fatkeqësia, musibeti, e di çka është? Është ajo që zbulon një muslimonin sa karat është. Edhe njerëzit janë me karat, po, e dini, është ari me karat. 8, 14, 18, 21, edhe njerëz, edhe muslimanët janë me karat. Mirë po, ai ari që është shumë i dobët, sa ja vjen atë thartinën, zbardhet. Ai që është 24 nuk zbardhet. Pra bonu muslimon 24 karat. Edhe kur ta vjen thartinën ti hiq çaj. Pra sprova është sikur ai ari që ja vnon thartinën ose zjarin, edhe më nërë kallëzon se sa karat është. Edhe besimtari, edhe mu'mini, pra duron ndaj musibetit.